Qa kam bërë unë? Kam marrë prap parfume. Kësa radhi kam marrë të Sense in the City. Fiksojeni mirë këtë pamjen, sepse këto do jenë parfume që do më shoqërojnë gjatë gjithë verës. Edhe pse kam shumë të tjerë, Sense in the City më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, sepse ditën që i mora, i hapa në makinë edhe të tre, nuk i kam sprucuar askund. Dhe makina mori aq shumë aromë të mirë, sa që kjo era më ka shoqëruar për disa ditë. Ndërkohë, kam zgjedhur Pingu Boan, Xerjoff Lirën. Doja të provoja një tjetër Xerjoff, sepse unë, me thënë vërtetën, i qëndroj besnike Erba Purës dhe thash okay, po provoj një tjetër Xerjoff. Dhe zgjodha Lirën, dhe i fundit është Givenchy Linderdit. Këto të dy, Pingu Boa dhe Lirën, nuk i kam provuar asnjëherë, nuk i kam sprucuar askund asnjëherë, përveç se i kam ndier me aromë. Ndërkohë, Givenchy Linderdit e kam provuar disa ditë madje, dhe e kam zgjedhur vetëm për faktin se kam edhe origjinalin, edhe për të bërë atë diferencën. Nuk ka asnjë diferencë, madje vajori mban më shumë se origjinali, sepse ndoshta nga përqindja vajore ose mua ndoshta më qëndron më gjatë, sepse patjetër që parfumi nuk i rin çdo kujt njësoj. Mua ky më qëndron jashtëzakonisht shumë mirë, edhe mund të them që është ndër të preferuarit e mi. Nuk e di, ka një aromë të jashtëzakonshme. Paktën kush e ka patur një herë këtë lloj parfumi e di shumë mirë se për çfarë kam fjalën. Sense in the City shpërndan kudo në gjithë Shqipërinë. Nuk është ajo madhësia e vogël që zakonisht kanë ato parfumet, më duket se 10 ml, por që jo, ky është më i madh, ndoshta ose 20 ose 30, nuk e di, nuk e shoh këtu diku, por kam përshtypjen se është 30 ml, se është goxha i madh, nuk e di sa duket. Ka ato pamjen e zakonshme të parfumeve vajore me këtë sferën që përhap mbylljen e ka shumë mirë, nuk derdhet, nuk vajoset. Nuk e di çfarë them, është super, do ta lë faqen tag këtu poshtë, ndërkohë mund ta kërkoni dhe mund ta pyesni për çfarë lloj gjëje, ndërkohë mund të futeni edhe në Instagram sepse ka të gjitha markat dhe brendet e parfumeve që ata disponojnë. Mos më thoni që s'ju thash, çdo gjë që ble dhe e provoj dhe më pëlqen, do të dal këtu dhe ta bëj video në rast se dikujt tjetër i duhet ky informacion, ose nëse dikush po kërkon një parfum që t'i mbaj gjatë dhe ta ketë gjatë gjithë kohës aromën e trupit ose performancën on top. Nuk e di, po unë parfume vajore kam përdor shumë dhe kam provu shumë, por që si këto nuk besoj që të gjeni në ndonjë vend tjetër.